që pa humbur kohë e ndjekim së bashku. I duhen vetëm një palë pupa baleti, geta dhe fustan të posaçëm që të gjithë skenën e baletit dhe publikun ta bëj për vete. E kjo është Jana Pervetica, e cila edhe pse 11 vjeçare është treguar shumë e suksesshme në balet dhe nuk ka hezituar të marrë pjesë në shfaqje prej të cilave pasur raste që ajo ka dalë me çmime dhe trofe në torë. Kam fillu me u marrë me balet që nga mosha 4 vjeçare, edhe ja kom nisë me mësën luli. Për kushtim duhet me bazë shumë të madhë se duhet me u koncentru të lëvizjet që i bojna dhe duhet me i pastru lëvizjet të duarve, këmbëve dhe duhet me u pozicionu shumë mirë dhe me u përgadit mirë. Aty disiplina na vlerësojnë për vallëzimin, na vlerësojnë për sa koncentruhemi. Për shembull, plije ose nxemjet së pari i bojmë më nxej për shembull në levë, i bojmë plije, releve, nxemjet, grand plije, i bojmë tandy, zhëte, që me i nxi njerë muskujt, pastaj vazhdojmë me koreografi ose me ushtrime që kemi me bu për shfaqje. Menoj që ja kom nis mirë, po do njerëz menoj që ja kom nis herët shumë, po menoj që ja kom nis mirë se duhet me u zhvillu trupi, duhet me u zhvillu muskujt edhe duhet me u zhvillu këmbët e tua. Për shembull, më ka thonë të shoqet e mia se kanë menu që është shumë herët, se ju ka do aty në pak, po mu s'mu ka do herët, stash kom arri deri këto. Ka njëherë dojnë se më shonë që shvallëzone dhe ju pëlqen, po shumicën e rasteve nuk kanë qef, merre me profesiona tjera. Emocionumi jam një shumë, sidomos për Barbardhën, kom marrë pjesë në audicionin e arthuesit edhe në Peter Pan, kemi marrë pjesë aty. Aty kemi vallëzu me të rritunit edhe u kun eksperiencë shumë e mirë se kemi vallëzu me profesionistët. Më ka ftu mësja Luliet, na ka ftu krejt studion. U kun eksperiencë shumë e mirë se ka qenë hera e para jamja që kom shku jashtë vendit edhe kom vallëzu edhe aty e kom di që jem kun e mirë se e kom marrë vendin e dytë. Jam një shumë mirë, jam një e surprizume, se kom di që kom mujtë me vallëzu qaq mirë, edhe tash që ajo më ka kallëzu mu që me shku ma përpara me vazhdu halo baletin. Emocione, kom pas shumë stres, kom pas veç pak se aty ka qenë, do të thot, jashtë vendit edhe nuk e kom njof kërkam përveç shoqeve të mia dhe prindëve të mi edhe mësusën teme. Janës familja i ka qëndruar gjithmonë pranë, madje ata janë shtysa kryesore që ajo në të ardhmen të synojë të bëhet një balerin profesioniste. Më kam përkrahur shumë, sidomos mami, se mami ka pas qef më po tu vallëzu edhe ka ditë që muna me arrit. Po kam, edhe këtë muna, do të thot, kam kohë për gjithë shka, paka shumë me balet ma shumë mirëna. Kam qef ma u bo balerin profesioniste me intru balet Kosovës. Ka ndodhe dhe tani kom su për internetit aty, kom po se që i bojnë balerinat edhe tani kom lymë dim nga mësja Almedina dhe nga mësja Luliet që me masu që ata ma mirë. Ma mirë me mësu se aty ku me ditë bëndi shka gabim edhe s'ka kërkush me të regu që e ki gabim se aty janë familjar dhe nuk e dim për baletin. Do të thot ata familjar të kam mësu baletin prej meja. Mas prafërsisht 15, ndoshta 20 viteve tu ushtru, tu i pastru lëvizjet edhe tu bu balerinë e mirë edhe me pas disiplin, menoj që më në bu balerin profesioniste. Baleti është një nga artet më të bukura, por edhe ndër më të vështirët për të realizuar. Mundi dhe përkushtimi i balerinëve bën që koreografitë të tyre të jenë shumë të mira, por pas tyre fshihen edhe lëndimet e balerinëve gjatë procesit të punës. Mirë po Jana ka qenë e kujdesshme dhe deri më tani nuk ka pasur lëndime të rënda.
Jo, mos më kanë lëndu, po ka ndodhur balerinave tjera. Isha do më kone përshtatshme për atë artën që e bën, për shfaqjen që e bën, për shembull, one që e kom bo barbardhën, u duh me bo fustan e barbardhës. Unë e mora rolin se mësusja Luljeta na ka caktu njëve rolet, si pas që kemi personalitetin edhe si valzojmë. Po, kërës duhet me e lumë për shamë nëse zbën me thonë s'muna, nuk muna. E dhonë që shto ka me thonë për vete, po tash që të ka marri, kështë që nuk duhet me u dërzu kërë.